ky monolog u kushtohet gjysheve dhe gjyshërve. Po si sillen ata me ne? Në mënyrën më të jashtëzakonshme të mundshme. Edhe pse janë në një moshë ku sundon sëmundja, ata gjithmonë do jenë para shkollës për të marrë fëmijët. Megjithse ne u kemi lënë një pension që nuk del as për ilaçe, ata përsëri janë bankomate lëvizse për fëmijët tanë. Po kur fëmijët tanë nuk kanë ushqim, gjyshet dhe gjyshrit bëjnë të pamundërën, megjithse kërkon një energji titanike. Por a jemi ne mirënjohës ndaj tyre, a u akthejmë ne mbrapsht të dashurit të jashtëzakonshme? Unë besoj se jo. Kemi vetëm 2 këngë për gjyshet, madje njëra prej tyre tallet me gjyshen. Kemi vetëm një dram për pleqërinë, dhe asnjë monument madhështor që të tregoj atë që ata bëjnë për ne. Mendoni pak vetëm dorën e tyre mbi flokët tanë. Na arritën ne, po rrisin fëmijët tanë. Andaj, unë për ju gjyshe dhe gjyshër kam vetëm një urim. U bëfshi stërgjyshër. Natën e mirë.